pse lindi ky bordi paqës? Për arsye se OKB-ja dhe e bëri një krye prokuror britanez që e akuzoi Putinin për gjenocid. Nuk është kërkuar, sprovojnë me burgos, sprovojnë me ndalë dhe sprovojnë me diskutu dhe me negociu me ta. Shkojnë Maduron, e marrin atje dhe një Evropë tërë e nxjerrin nga kryeministria, nga shtrati dhe një Evropë tërë hesht dhe i ka të gjithë gjua atyre është ambigue, ose mos ma mirë me thonë pa këllqe. E kemi një Evropë e cila s'din me mbrojt Grënlandën dhe dorëzon edhe thot aman mos e bëj këtë. Dhe e kemi një Evropë që s'din me mbrojt vlerat e veta. Edhe unë jam deri në qiell me këto vlera. Dhe kjo pafuqi e bën këtë njeri që është që quhet MAGA, se sot Donald Trump është jam i përvetshëm, që të ndërtoj rendin e ri botnor të cilën na po e shohim. Dhe pse? Për një arsye të vetme, ju thot evropianëve, ma jap një Grënlandën se ju s'jeni në gjendje ta mbroni nga Kina dhe Rusia, dhe mos më futni në luftë ma vonë kur ata e marrin dhe ju jeni të pafuqishëm ta mbroni. Siç jeni të pafuqishëm ta mbroni Ukrainën. Ja, kjo është arsyeja e kemi një bord paqës, edhe për zotriu i cili tha se rendi ri botnor është spekulim. Spekulim? Nuk thash spekulim, thash nuk është frymësuar, më citot drejt. Thash nuk është frymësuar, nuk thash që spekulim, sigurisht që jemi në rrugtimin për rendin e ri botror. Qa është frymësimi i rendit të ri botror? Ja kështu, nis me njerëz të cilët janë të vegjël. Po s'është pra ashtu, nuk është ashtu fare, po s'është ashtu fare. Se rendi pas luftës dytë botërore, nëse do kishte vazhduar me fuqinë e Hitlerit, sot nuk do ishin këtu, fal. E filloi Hitleri, fal. E filloi Hitleri rendi botëror që kishim që trashëguam. Mos shko tutje. Po s'është pra ashtu. Hyn te historia, si u shkatrua Liga e Kombeve. Ma thuj. S'është ashtu fare pahet. Nuk është frymësuar o Baton, nuk është frymësuar o burr. Dhe degur të frymësohet, mund të ndryshojë trajektore disa herë. Këtë po them. Ka lezet me folë gjithë. Po si s'u shformsuar më burr? Ne logjika politike thot i ka dy superfuqi të cilat janë duke u ballavaçuar dhe ajo që du të them se të vite tema lokale, ma thuj ti duhet të rreshtohesh, e ke një mundësi të rreshtohesh nga Amerika, nga Kina apo Rusia. Dhe të jesh pjesë e bordit paqës është rrugë domosdoshme, mos thonë që rrugë vetme. Se të jesh me Rusinë, do me thotë bëjsh vetvrasje. Të jesh me Kinën, do me thonë ti nuk ekziston si shtet më. Dhe mbi këtë pragmatizëm, unë nuk e di. Trumpi me Rusinë e zgjidhi problemin e Ukrainës, nuk e zgjidhi me Europën, as me ne. Se ishte palë ndërluftuese, që në këtë do zgjidhte. Dhe marrëveshjet e mëdha prapë në të kujt. A di pse zgjidhi pa Evropën? Se Evropa nuk mundi me mbrojt territorin e vet që e futi ose që i ndihmoi Ukrainës të futet luftë. Sot Ukraina, po mos kishte këto mbështetje të pakta amerikane, ku e di unë ku do t'ishte territori saj. Dhe fakti, i fundit që desha të thëmë, që rendi botnor është gati, është në rrugë, sepse shtetet çfarë është Rusia, nuk respekton Këshillin e Sigurimit, nuk respekton ashtu dhe ja mori territorin me pushtim Ukrainës dhe s'jemi në gjendje ta mbrojmë rendin e ri botnor, është thjesht kjo punë. Dhe mbi këto premisa, ka du të shkojsh ti me atë letrën. Dhe normalisht që duhet të egzaltohesh që të vjen një letër, një ndër të parat letra që i vihet liderëve, dhe thu po e pranoj me nguti. Pra arsye se e ka një emër të mirë që është bordi paqës, por të tjerat pastaj janë pasoja. Se dhe na edhe dim nëse fuqinë e shtetit tonë, dhe na e dim se sa ekonomikisht është e fortë. Dhe ti me qenë arrogant, mundesh në një kafe intelektuale ku debaton, por kur je shtetar, me qenë arrogant, ti do me thonë... Jemi okej. Shiko, jo të mos më të ngelemi të... Shiko, të nisemi gjithmonë nga ideja... Baton, të nisemi gjithmonë nga momenti nga ne për të dalë të ky proces
të kjo ngjarje, të ky gjithçka që po ndodh. Tani, maggioranca dhe opozita shkelën në çdo procedurë për të ratifikuar me urgjencë një marrëveshje që po të pyes deputetët akoma nuk e dinë që çfarë kanë bërë. Kjo është thjesht një sjellje normale, servile që kanë politikanët ndaj superfuqisë apo çfarë? Bushati tha që Rama ishte një njeri në hall dhe tani e gjeti një zgjidhje, gjeti letrën. Po çfarë servile ylli, që për cilin servilitet po ble? Ma thuj për cilin servilitet. Po se dhe vende më të vegjit se ne baton, edhe vende më të vegjit. Vetëmi parlament që është mbledh, më burrit. E vetëmi parlament që është mbledh për 24 orë, edhe vende më të vegjit se ne, po të regojnë të kujdesshme, kupton? Në këtë plan e kam, pse ky vrapim, ore është një vrapim i shmendur i të dy palve, i Edramës, si thot Bushati, që në hall, po dhe i opozitës një vrap i shmendur, një vrap i madh. Me qenë se po flasim, shikojni dialogun e shteteve të mëdha me statutin e Bordit Paqes. Ata kërkuan që ky statut ndryshohet, për arsye se statuti është për të ardhur keq dorën zemër. Po statuti bëhet kur mblidhen të gjithë më baton. Dhe vendosin gjithë statutin, se statuti nuk e bën njeri. Nuk ka statut që e bën një njeri, unë kam këtë statut dhe pik. Kjo është diktaturë. Pavarësisht kush e bën baton. Statutin mblidhen 50 vende, 100 vende, gjithë bota dhe bën një statut, siç ka OKB-ja, një rregull. Një të vetën, një statut të vetin. Pra, mblidhet dhe ben. Nuk del tani njeri dhe thot statuti është ky. Dhe urdhron ai. Çfarë do me them? Ylli, merre ndëgjoje pak se po të thonë OKB-ja po vdes. Rendi i vjetër po vdes. Me dhimbje të madhe po ta them mas shumë që më dhem mu, si individ për shembull më dhem. Kjo që po ndodh, por kjo po na ndodh. Janë të rypre që çka ke për t'i thënë Batonit si me këtë gjë? Doja t'i thoja këtë që nuk ka dhënë element real për të parashikuar se po bie ky rendi i ri, rendi liberal. Ore ti e do dhe rendi që po ndërton Trumpi dhe këtë rendin që kemi. Dhe drejt preçi. Unë e kuptoj Batonin, po unë do doja që t'i thoja Batonit që të mos shqetësohet ka shumë tani, sepse ajo është liberal-demokratë, që të ndrojë rendi i ri botëror Baton, duhet që në Amerikë njërë, duhet që Amerika të bëhet ashtu si që po e prezenton ti. Në Amerikë, opozita në Amerikë ka marrë pozicion në favor qëndrimit europian, edhe për këtë bordin, edhe për Groenlandin. Aktualisht, opozita në Amerikë është disa pikë për para Partisë Republikane dhe shtetë demokratikë. Pas një vit i zgjedhjeve. Sistemi i drejtësisë në Amerikë po sfidon Trumpin në disa nivele. S'ka 2-3 ditë, dhe me thënë që sërish një gjykata e lartë e Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka sfiduar për këtë guvernatorën e rezervës federale.